Mbani gjethe-dafine në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë, nuk do vuani kurrë nga këto 8 probleme. Shqiptarët kanë një histori të gjatë të mbjedhjes së dafinës në kopshte dhe në taraca dhe kanë gjetur 1001 mundësi për ta përdorur atë. Ajo besohet se sjell fat në familje dhe sipas gojdhënave, thuhet se mbjedhja e bimëve të dafinës afër shtëpisë menjanon goditjet e rrufeve. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e të cilës është mesdheu. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo bimë hyjnore është e pasur me vitaminën C, vitaminën B dhe vitaminën A. Kjo e fundit është një antioksidant natyral që njihet për vetitë e saj mbrojtëse për shikimin, por edhe për mbrojtjen nga problemet e mushkërive. Dafina ka në përmbajtje të saj nivele të larta të mineraleve si bakri, kaliumi, kalciumi, mangani, hekuri, zinku dhe magnezi. Kaliumi ndihmon në mbajtjen në kontroll të rrahjeve të zemrës dhe tensionit të gjakut. Hekuri është thelbësor për prodhimin e qelizave të kuqe. Aroma karakteristike e dafinës ka veti qetësuese për mendjen dhe për trurin. Ajo gjithashtu hap rrugët e frymëmarrjes. Vendosni 3 deri në 5 gjethe dafine në një enë dhe i digjni. Aroma e dafinës do të mbush ambientin tuaj me erë të mirë qetësuese. Dafina është e mirë edhe për flokët e thatë dhe të dëmtuar. Për të rikthyer shëndetin e flokëve ju nevojiten 24 kokra karafili, 6 gjethe dafinë dhe ujë. Mbusheni një tenxhere të vogël me ujë dhe vendoseni në zjarr. Kur uji të jetë nxehur mjaftueshëm, hidhni karafilin dhe e lini të vlojë për 10 minuta, derisa uji të bëhet i verdh. Shtoni gjethet e dafinës dhe i përzjeni her pas here për 5 minuta dhe e lini të ziejë për 10 minuta të tjera. Hiqeni tenxherën nga zjarri, prisni të ftohet pak uji dhe më pas e kulloni. Lëngun e aplikoni në rrënjën e flokut e masazhoni, e mbështini me një peshqir dhe e mbani gjatë gjithë natës. Të nesërmen lëkura juaj do të jetë më e shëndetshme dhe floku më i fortë. Gjethet e dafinës janë të mira gjithashtu për lëkurën dhe për dhëmbët. Dafina është një gjethe e pasur me vitamina, minerale dhe antioksidant. Ajo ka efekte shtrënguese për lëkurën. Ekspertët thonë se dafina mund të përdoret si maskë për lëkurën duke e bluar në formën e pluhurit. Gjysmë gjethe dafinë, një lugë gjedhe dhe ujë, i përzjeni së bashku dhe vendosni në lëkurë, sidomos nëse keni edhe njolla dhe të nxira. Ju mund të përdorni pak nga ky pluhur duke vendosur pastën në dhëmbë dhe për të pastruar edhe shëndetin tuaj. Dafina është një nga produktet më të mira ushqyese, e cila mund të japë rezultate fantastike edhe për sistemin tuaj tretës. Gjethet e dafinës kanë impakt të fortë në sistemin tretës si diuretik që ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagimin ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtja organike e gjethteve të dafinës ndihmon gjithashtu me tretje dhe qetëson një stomak të trazuar, gjithashtu edhe problemet e zorëve. Dafina është një produkt shumë i mirë edhe për sistemin tuaj të frymëmarrjes. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar gjithashtu kundër problemeve me frymëmarrjen. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton të zjeni ujin e dafinës dhe të shfrytëzoni avullin që do të lëshojë dhe do të eliminojë bakteriet e dëmshme që gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes se përdorimi i vajit të dafinës mund ta ndalohet grave shtatzana. Dafina është një produkt shumë i mirë edhe për dukjen tuaj të flokëve, duke përmirësuar kështu shëndetin e tyre. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të largoni zbokthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. I lagni ato në ujë dhe fërkoni lëkurën me këtë ujë pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin gjithashtu edhe lëkurën tuaj të thatë. Dafina ka efekte të mira antiinflamatore që do të nxisin një rritje më të mirë të shëndetit tuaj. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre elementë të njohur të cilët reduktojnë irritime në zona të caktuara të cilat mund të jenë të prekura nga artriti. Dafina është një bimë shumë e mirë ushqyese e cila mund të japë rezultate fantastike edhe për ndihmën për shëndetin e zemrës. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre acid kafeik dhe rutin, dy elementë të cilët i japin zemrës forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi juaj kardiovaskular.
Ajo parandalon gjithashtu edhe problemin e radikaleve të lira. Kombinimi i fuqishëm i antioksidantëve që gjenden te dafina në organizëm tuaj mbrojnë atë kundër radikaleve të lira, duke sjellë rezultate të kënaqshme ushqyese për organizmin. Gjithashtu, dafina është një produkt shumë i mirë kundër problemeve të ankthit dhe problemeve tuaja të stresit dhe mund të mbajë larg edhe komplikacionet. Dafina ka efekte lehtësuese, trumza, borziloku dhe dafina ka në përmbajtje të tyre linalol, elementet që ulin hormonet e stresit në organizëm. Ndaj gjethet e dafinës ndihmojnë në qetësimin e momenteve më stresuese kur ankthi është tepër i lartë. Dafina është një produkt shumë i mirë edhe kundër luhatjeve të sheqerit. Gjethet e dafinës kanë në lidhje direkte në rregullimin e niveleve të sheqerit. Konsumi i rregullt i tyre ul edhe rrezikun e problemeve të diabetit. Vaji i ullirit në kombinim me gjethet e dafinës mund të përdoret gjithashtu edhe për të masazhuar trupi dhe për të sjellë një sër lehtësimesh për organizmin. Për përgatitjen e recetës me gjethet dafine mund të përdoret në forma të ndryshme. Ato janë fantastike për mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Sipas studimeve të shumta është zbuluar se gjethet e dafinës zvogëlojnë sheqerin në gjak dhe parandalojnë diabetin e tipit 2 te njerëzit të cilët kanë probleme shëndetësore. Ajo mund të përmirësojë rritjen e flokut, të parandalojë zbogthjen dhe ndihmon në tretjen më të mirë të ushqimit. Disa studime kanë zbuluar se gjethet e dafinës mund të shkatrojnë qelizat e dëmshme. E përdorur gjërësisht në mjekësinë tradicionale, kjo barisht e konsiderohet edhe një simbol i nderit. Sipas Eltisajt, dafina përmirëson edhe shëndetin tuaj të zemrës. Dafina përmban rutin dhe acid kafeik. Këto komponent forcojnë muret e zemrës dhe ulin nivelin e kolesterolit. Nivelet e larta të kolesterolit gjithashtu mund të mbahen nën kontroll duke përdorur këtë bimë të veçantë. Gjithashtu, gjethet e dafinës ndihmojnë në përmirësimin më të mirë të sistemit tuaj tretës. Gjethet e dafinës përmirësojnë tretjen, largojnë toksinat e tepërta nga trupi dhe stimulojnë lëngje tretëse. Gjithashtu, enzimat e pranishme të gjethet ndihmojnë në tretjen e ushqimit në mënyrë efikase, të dobishme për njerëzit me sindromën e zorrës së irrituar ose ndonjë çështje tjetër të tretjes. Zbusin dhimbjet. Duke përmbajtur veti antiinflamatore, këtë gjethe mund të jenë të dobishme për zvogëlimin e dhimbjeve të njerëzit që vuajnë edhe nga probleme të tilla. Gjithashtu, gjethet e dafinës mund të shfrytëzohen kundër irritimeve dhe zvogëlimin e kollës. Një veçori tjetër e mahnitshme e gjethteve të dafinës është aftësia për të pastruar sistemin e frymëmarrjes. Nëse keni një ftohje ose një kollë të keqe, gjethet e dafinës mund të ndihmojnë të keni një frymëmarrje të lehtë dhe të shpëtoni nga bakteriet. Vloni 5 gjethe dafine në ujë pasi të jenë ftohur, lagni një leckë me këtë lëng dhe vendosni në gjoksin tuaj. Siguroni që lecka nuk është e nxehtë përpara se ta aplikoni për të zvogëluar kështu edhe problemet respiratore. Dafina, sipas studimeve, mund të ndihmojë në uljen e niveleve të gurëve në trup. Kur keni edhe shumë urase, këto mund të çojnë në zhvillimin e gurëve në veshka dhe problemeve të tjera të stomakut. Gjethet e dafinës janë fantastike për personat që vuajnë nga ankthi dhe nga stresi. Nëse keni të vështirë të relaksoheni në fund të ditës, provoni të pini një filxhan çaji me dafinë. Ajo do ju qetësojë nervat, do të parandalojë ankthin, madje do të nxjisë gjumin. Dafina përmirëson rritjen e flokut dhe trajton zbogthin. Nëse po luftoni me zbogthin dhe humbjen e flokut, provoni gjethet e dafinës. Janë një recetë e lashtë që rregullojnë çdo problem që mund të keni me flokun tuaj. Vloni disa gjethe dafine dhe lëngun e tyre e lini të ftohet pak. Shplani flokun me këtë ujë. Sigurohuni që ta bëni pasi të keni larë flokun me shampo për të marrë më shumë përfitime. Sipas studimeve, ekspertët këshillojnë përdorimin e gjetheve të dafinës në mënyrë të rregullt për të marrë vlerat e tyre për shëndetin tuaj. Gjethet e dafinës mund të nxisin gjumin. Nëse konsumoni gjethe dafine nëpërmjet çajit përpara fjetjes, do të keni një gjumë më të mirë dhe më të qetë. Ky çaj mund të bëhet fare lehtë në kushte shtëpie dhe gjithashtu të japë rezultate fantastike kundër këtyre komplikacioneve, citon Eltisajt. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.